Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'du. Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtar. Kuptum në hutbën e parë që rinia, kemi për qëllim rinin islame, ndahet në dy kategori. Një rrugë e rinisë e cila shkon drejt rrugës së Allahut dhe shpërblimet çfarë i ka, dhe kategoria e dytë e rinisë islame, të cilat shkojnë në rrugën e shejtanit, çfarë pasoja ka. Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtar, po du me përfundu hutbën me disa pyetje. Që mi ka parashtru një djalë i ri i cili falet në xhamin ton. Një djalë i ri i cili falet në xhamin ton, në qendrën ton. Pyetje shumë të mëdha. Pyetje që dietarët nëpërmes këtyre pyetjeve kanë shkruar libra dhe libra. Domethënë, këto pyetje rinia jon duhet mi kuptu. Këto pyetje rinia jon duhet edhe vetës mja parashtru, pastaj edhe mi pyet hoxhallar, e me najt me ta dhe mi mësu dhe mi praktiku. Shumë pyetje të bukura. Shumë pyetje domethënëse, të nderuar vëllezër. Po i lexoj. 4 pyetje mi ka parashtru, 4 pyetje. Kom pas shef që këto pyetje mu ju paraqit juve edhe mi adhën përgjigjen inshallah taala, juve dhe atij djalit. Elusim Allahun që Allahu ta udhëzoj rinin në drejtim këtyre 4 pyetjeve. Ja Rabbel Alamin. Pyetja e parë më tha, o hoxh, çka duhet me bo me forcu imanin? Erste frage, që kjo është, çka duhet me bo me forcu imanin, me forcu besimin? Se kena deviju, kena lënë rrugën. Shumë pyetje e madhe. O hoxh, çka me bo me forcu imanin? E dyta, pyetja e dytë, çka duhet me bo kur njeriu është i vetëm apo ndihet i vetëm? Qyre një djalë i ri çka po pyet. Pyeti një për imanin, o çka zom, qysh me forcu imanin? Do më thonë, qysh mu bo musliman i mirë, me hes në rrugë Zotit, pse pe din që ka probleme kjo jetë. Pyetja e dytë po thotë, çka duhet me bo kur njeriu është i vetëm apo ndihet i vetëm, kur je vet. Pyetja e tretë është po thotë, cila dua është më e mirë që me ta qetësu zemrën? Dua, lutje. Po thotë një dua që është më e mirë që ta qetëson zemrën, që mi e harru problemet dhe brengat e kësaj dynjaje. Pyetja e tretë. Ndërsa pyetja e katërt po thotë, cili namaz të ndihmon apo cila vepër, punë të ndihmon më shumë, apo cili është ai namazi që të ndihmon, të ecë përpara, me qenë i përqendruar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Këto kanë qenë 4 pyetjet e këtij djalit të ri, edhe unë po du që këto 4 pyetje më ia dhon përgjigjen nëpërmes hutbës së dytë, të nderuar vëllezër. Pyetja e parë. Çka duhet me bo me forcu imanin? Përgjigja është, të nderuar vëllezër, çka duhet me bo me forcu imanin? Kjo është temë veti. Kjo është temë vete që duhet shumë me fol në këtë drejtim, shkurtimisht. Çka duhet me bo me forcu imanin? E para është largimin nga gjunahet. Mu largu prej gjunaheve, me pas kujdes shikimin, dëgjimin, me pas kujdes ti kur je në rrugë, kur je vetë dhe shtu të me radhë. Kjo është e para. Çka duhet me bo mu të forcu imani? Mu largu prej mëkateve, mu mundu mu largu prej gjunaheve, sepse gjunahet janë shkak që ta dobësojnë imanin. E dyta që ta forcon imanin është shoqënia e mirë, shoqënia e xhamis. Jo shoqënia e kafeve, e shpilotekave, e punëve të këqija, e drogës, alkoholit dhe kështu me radhë. Kjo është që ta forcon imanin, me zgjedh shoqëninë e hajrit. Tjetra që ta forcon imanin, kur e falish namazin, nëse o ti i ri, je pi atyne që i falësh, nëse dëshiron Allahu me ta forcu imanin, fale namazet me frikë respekt, mos i fal namazet shkel e shkollë. Për shkaqeve
shtimit imanit, forcimit imanit në rrugën e Allahut Azza wa Jall është leximi i Kuranit dhe përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Leximi, me lexu Kur'an shtohet imani. Me bë dhikr shtohet imani. Argument për këtë e kemi fjalën e Allahut subhanahu wa taala, thot Allahu Azza wa Jall, ala bi dhikrillahi tatmainul qulub. Ala bi dhikrillahi tatmainul qulub, në të vërtetë se me përmendjen e Allahut çka bëhet? Qetëson zemrat. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana. Dhe kur atyre u lexohen ajetet e Kuranit, çka bëhet? Shtohet besimi. Kjo është pyetja e parë me përgjigje. Pyetja e dytë të nderuar vëllezër është, çka më bë kur njeriu ndihet i vetëm? Njeri kur është i vetëm, mendon që kurse sheh. Kur je vetë te shtëpia, e ki telefonin në dorë, e ki televizionin plazma përpara 2x2, ti mendon që kurse po të sheh. Ai nalt të sheh. Kjo shumë pyetje e mire, që duhet më drejtorinis. Na tham, ai që është i plak, nuk e ka kohën, forcën, energjin. Epshi ti nuk është si një epsh, ideali të ri që shumë i nxehtë. Ose një 2-3 vjeçar, apo një vjeçar. Më kon vetë, çka bën ai? Bën tallavin të shtëpia. Ai s'di me bë mirë, veç i prish senet, i rëzon end, bën tallavin e derdh sheqerin e krypën për 2-3 minuta. Pyetje shumë me vend, çka më bë kur je i vetëm? Ti kur nuk je i vetëm. Mas mendo që ndonjëherë që je i vetëm, ti je i vetëm. Ti kur nuk je i vetëm, me ty o dikush. Kush është me ty? Allahu subhanahu wa taala. Argument për këtë e kemi fjalën e Allahut subhanahu wa taala, thot Allahu azza wa jall, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allahu është me ju kudo që të gjendeni. Allahu është me ju kudo që të jeni. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala, inni ma'akum asma'u wa ara. Thot Allahu azza wa jall, unë jam me ju, ndëgjoj dhe shikoj. Ndëgjoj dhe shikoj ju çfarë veproni. Atëherë, çka më bë kur njeriu ndihet vetëm? Vetë është, ose nuk po njihet mirë, ose është i lirë kur gjallë, që vetëm të shtëpia po rin. Çka më bë? Merr abdes. Mos ri pa abdes. Merr abdes. Tjetra, fal namaz nafile. Përveç farzeve, fal namaz nafile. Sepse namazet vullnetare të forcojnë përveç farzeve. Tjetra, bën dua. Je vetëm të shtëpia. O Allah, forcon kret ato gajlet, problemet çka i ki. Je i vetëm në shtëpi, vetëm Allahu po të nalt atje. Çoj i durt, ja Rab ndihmom, ja Rabbel alamin. Se kollaj është me bë dua para prindrave, para djalit, para vajzës, ose në xhami me të pa njerëzit, kur je vetë. Çka me bë kur është njeriu vetëm, kur ndihet i vetëm? Merr abdes, fal namaz nafile, bën dua, edhe kohën e lirë çysh do të më kalua? Lexo libra të shtëpia nëse je. Mos ri 4-5 orë në internet, në Facebook, në TikTok. Mos shkën 4-5 orë. Nëse je vetëm, lexo. Çka më lexua? Po lexo fragmentet e sahabëve, jetën e sahabëve, jetën e pejgamberit alayhis salam, forcohet imani. Kjo është pyetja e dytë. Pyetja e tretë, duaja që ta qetëson zemrën dhe ti largon problemet dhe mërzit. Çto e ka lyp? Hoç kallzon një dua që qetësohet zemra. Edhe që të largon problemet, ka vështërsi ky. E tash un po du me bëni dua se kom probleme, kom telashe, kom mërzi. Po, cila është ajo duaja? Janë 2 dua, 2 lutje që na duhet çdo herë kur kemi probleme telashe me i bë. Duaja parë është duaja e Ibrahimit alayhis salam. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Mu mjafton Allahu, ai është mbështetësi më i mirë. Edhe duaja e dytë është duaja e Yunusit. Kur ka qenë 3 ersina, ka qenë ersinën e natës, ka qenë ersinën e balenit, domethënë peshkut balenit, edhe ka qenë ersinën e detit. Kjo duaja. Kur e ka thonë këtë dua, këtë lutje, la ilaha illa ant, subhanak inni kuntu minadh-dhalimin, Allahu ka intervenu. Kur je vetëm, kur ki brenga faktikisht, kur ki brenga ki telashe, shpejshtoj këto muhabete. Shpejshtoj këto dua. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ose la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh-dhalimin.
Ibn Taymija rahimahullah. Keni ndëgju për këtë dietar Ibn Taymija rahimahullah. Dietar shumë i madh. Ka thënë, çdo herë kur jom nal te një mesele, te një çështje fesë dhe dinit, s'ko mujt me zgjedh. Apo e kom pas një problem përpara, s'ko mujt me zgjedh. Kush nuk ka sot probleme të lashe. Ka thonë, kur kom marrë një punë me bo, s'ko mujt me bo. Kom pas vështërsi, jom nal. Ka thonë, çka kom bo? Thot, kom kërku faljen nga Allahu. Kom thonë stakfirullah 100 herë apo ma shumë. Thot, mas dikit, mas i kom thonë 100 herë stakfirullah, thot, e kom pa që Allahu ma ka lehtësu punën. Qatë mesele që s'ko mujt me zgjedh e kom bo. Ose që e punë që mu ka vështërsu, pas përmendjes së madhe ndaj Allahut, Allahu subhanahu wa taala pas ngushticës, mi ka qelë, nëse Allahu ta kam qenë i derë, ta qelë tjetrën inshallah taala. Po me shka? Me përmendjet të Allahut subhanahu wa taala. Pyetja e katërt, tha, cila vepër ose namaz të ndihmon ma shumë? Cila vepër ose namaz të ndihmon ma shumë? A ka ma shumë që të ndihmon naj vepër ma shumë se namazi? Namazi të ndihmon ma shumë ti. Namazi është qilësi i çdo punës së hajrit. Cila vepër ose namaz të ndihmon ma shumë? Mas farzit, 5 vakteve, vepra edhe namazi mas shumë që të ndihmon ty, që ti me umbrojt prej fitneve, edhe prej sherit kësaj dynjaje, është namazi natës. Namazi natës, apo lyp, cila vepër, cila punë, ndihmon ty ma shumë, ose cili namaz ndihmon ty ma shumë, që ti me të mbrojt Allahu pi sherit, pi të këshijave, përveç 5 kohëve të namazeve, namazi natës, inshallah ta'ala. Kjo të ndihmon. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, o min al-lejli fatahajjat nafilatan lak. Ço natën fal namazi, ka thënë pejgamberi alayhi wasallam. Gjithashtu thot pejgamberi alayhi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fi jofi al-lejli al-akhir. Kur është robi më afër me Allahun, atëherë në pjesën e 3 natës. Ka dalë xhumin 3 natës, 2 gjysmë natës. Të ka dalë xhumi. Çu? Fali 2 rekat namaz, ja Allah. O Zot në imam. E cila është vepër? Ky po thot, pyetsi, ky djalë i ri i xhamisë ton. Cila është vepër që mu ndihmon, apo cila është vepër më e mirë, apo cila është namazi më i mirë? Po a ka namaz më të mirë se sa namazi natës, ose mu çu natën mu fal 2 rekat për Allahun që Allahu me të ndihmu. Edhe tjetra e fundit është, cila vepër ty të ndihmon, është me quë shumë salavat pejgamberit a.s. O rini, ndjekni rrugën e pejgamberit, ndjekni synetet e pejgamberit, edhe qoni salavat, Allahumme salli ala Muhammed. Sepse ka thënë pejgamberi a.s. kush më qonë mu vazhdimisht salavat, Allahumme salli ala Muhammed, vazhdimisht qonë salavat, e veçanërisht në ditën e gjumo, me shtuë salavatin, ka thënë pejgamberi a.s. i largon brengat, edhe i falen mëkatet edhe gjunat. Kto ishin ato 4 pyetje që dëshirova të ndëruar vëllezërit të rinj e xhamatit ton, Allahu e rujt dhe forcoft, dhe rinin ton Allahu udhëzoft, derisa më dhon përgjigjen në hutbën e dytë ku e lutim Allah subhanahu wa taala që këto përgjigje të jenë dobishëm për të, edhe të jenë dobishëm edhe për neve, edhe për rinin ton, edhe për të rritë tona, për të reja tona ja Rabbel Alamin. E lutim Allahun subhanahu wa taala aty ku ja qelluam ishte nga Allahu, nëse dikun kemi gabu ka qenë prej mos përgatitës ton, o Allah udhëzo rinin ton ja Rabbel Alamin, udhëzoni rinin ton ja Rabbel Alamin, o Allah udhëzoj të rritë dhe të reja tona ja Allah, ja Rabbel Alamin, forcoj pleqtan, udhëzoj dhe forcoj ja Allah. Fali prind ton, nëse në gjallë këtë bot fali, nëse në botën tjetër mëshiro ja Rabbel Alamin, o Allah udhëzo këtë popull ndinin ton ja Rabbel Alamin, ja Rabbel Alamin. Të smorit tanë shëroj, ja Allah, të vdekurit tanë mshiroj, ja Rabbel Alamin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاة